Burreli u përfshi mbrëmjen e së premtes nga atmosfera festive e 31 korrikut, një datë me rëndësi të veçantë për Matin, që përkon me përvjetorin e kryengritjes popullore të vitit 1943. Qindra qytetar dhe vizitor u mblodhën në sheshin Ahmet Zogu, ku nisi nata e parë e aktiviteteve të festës së miqësisë Mat 2026. Mbrëmja u shoqërua me muzikë live, interpretime artistike dhe një pjesëmarrje të gjerë të familjeve, të rinjeve dhe të moshuarve, të cilët krijuan një atmosferë festive që zgjati deri në orët e vona. Në skenë ishin parashikuar të ngjiten artistët Eugena Aliu, Fiorella Oribuna dhe Artan Kola, të cilët sollën një repertor të larmishëm të mirë pritur nga publiku me duar trokitje dhe entuziazëm. Përveç karakterit festiv, 31 korriku mbetet një nga datat më të rëndësishme në historinë e krajinës së Matit. Në 31 korrik 1943 shpërtheu kryengritja popullore e Matit, një nga lëvizjet më të mëdha të rezistencës shqiptare kundër pushtimit fashist italian gjatë luftës së dytë botërore. Festimet verore në Burrel do të vijojnë edhe me 1 dhe 2 gusht në sheshin Ahmet Zogu. Me 1 gusht janë parashikuar të performojnë Orgita Dapa, Gerta Mahmutaj dhe Rea Nuhu, ndërsa mbrëmjen përmbyllëse të 2 gushtit do të ngjiten në skenë Endri dhe Stefi, Lorenz Hasrama dhe Valdrin Mustafa. Festa e miqësisë Mat 2026 të synon të bashkojë qytetarët dhe vizitorët përmes muzikës, kulturës dhe traditës, duke e kthyer këtë fundjavë në një festë të madhe për të gjithë matjanët.